Ai libër ka pas shumë polemika dhe shumë paragjykim. Për shembull, t'ju them rast. Po, shumë kështu fanatik, rreth fanatikësh, grupe fanatikësh, e kanë keq kuptuar shumë atë libër. Edhe më shkthyn në disa raste më shkthyn në akuzë. Pra më kanë akuzuar si thosh, kam ulur një fe më shumë se një fe tjetër. Po në fakt nuk është ky qëllimi. Un kam treguar, thash edhe herë, se si Islami erdhi në Shqipëri, si shqiptarët u kthyn muslimanë në shekulli 16, 17, 18 dhe se si Krishterimi dhe Islami bashkëtuan brenda një shtëpie dhe brenda një familje. Dhe personazhi kryesor në libër është një familje në cilën një ditë burri shkon në xhami, bëhet musliman, kthehet ndarë te gruaja që ishte krishter, kalamajt natyrisht ishin krishter dhe si bashkëtoi kjo familje me i burr musliman që u bë një ditë u kthye para syve që dihen kishte interes etj etj. Edhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Ka ndodhur që një ditë burri ka ikë në qytet, është futur në xhami, është bërë musliman, është kthyer në shtëpi në fshatin e vet. Gruaja ndërkohë ishte e krishter, katolike ose ortodokse, çfarë ka. Ata kanë bashkëtuar. Edhe më vonë, edhe në librin kështu e kam. Ky burri që u bë musliman, ja mori emrin Ibrahim, erdhi në shtëpi kishte 4 fëmijë. I tha gruas janë bërë musliman. Ajo sigurisht u pa takse. Ishte 300 vjet përpara. Natyrisht nuk mund ta ndante se s'kishin si ndashin, edhe gruaja vuri kusht. I tha, kush i tetojmë bashkë është ky. Fëmijët që kanë lind para se të bëhesh musliman do marrin emrat e tyre. Si më thon Thanas, Mihal, John, Gjin, çka. Fëmijët që linin mas ditës së tij bër do bëhen musliman, me emra musliman. Dhe kështu e ndan shtëpinë dhe bashkëtuan normalisht. Të kam treguar.